Para disa ditësh, djali i këngëtares Xhensila Mirtezaj dhe aktorit të humorit Beskallaku ka festuar ditëlindjen. Ndonse çifti prej disa kohësh janë të ndarë dhe jetojnë veçmas, ata kanë darë urime të jetë emocionuese për djalin në llogaritë e tyre në Instagram duke theksuar rolin e tyre si prindër. Këngëtarja ndau një video ku shfaqi plot momente të bukura që prej ardhes në jetë të djalit. Urimi i saj ishte një dedikim i fuqishëm që fliste për dritën, bekimin dhe forcën që djali i dha asaj. Ti, bebe e bekuar, që solle dritë në jetën time, solle forca të komendoje se s'kishte asnjë. Dhe më dhurove çdo ditë copëza parajse që nuk dija të ishin të mundshme. Ti e ëngjëll qertë në botë, çdo hap i yt është një bekim për këtë botë. Ti më shpëtove, amen, më shpëtove jetën. Ajo mbylli mesazhin e saj duke theksuar dashurinë pa kusht. Qëndroj gjithmonë i mirë ashtu si çerdhe, si një ëngjëll biri im. Duaje veten, duaje gjakun tënd, dhe duaje kënd të botës, pavarësisht nëse ata e meritojnë apo jo. Nga ana tjetër, Beskallaku ndau një urim të shkurtër për plot dashuri dhe dëshirë për jetë gjatë dhe forcë. I vogli im, djali me superfuqi angjëllore i bën 2 vjeç. Urritsh me Zotin biri im, ai do të plotësoj shpirtin dhe do të forcoj eshtrat, me gjithë dashurinë e zemrës sime, të them amen.